A e vrau mallkimi I fundit Enver Hoxhën, rrëfimi I errët, që nuk ta tregon historia. Enveri, njeriu që mbylli dritën. Në një nga vendet më të varfra të Europës, por me një popull që kishte luftuar për liri dhe besim, u ngrit një njeri që nuk e shpalli veten vetëm udhëheqës. Ai u kthye në frikë, në ligj, në Zot përmes partisë. Enver Hoxha, në fillim, ishte thjesht një politikan, por pushteti është helm, dhe ai nuk e piu një herë, e piu çdo ditë. E piu deri në pikën sa që mendonte se vetëm ai duhet të udhëhiqte. Ai e ndaloi ezanin, por a mund ta ndalosh Zotin? Në vitin 1967, Shqipëria bëhet I vetmi shtet zyrtarisht ateist në botë. Ai ndaloi ezanin, ai mbyll xhamit, kishat, teqet, priftërinjt përçmohen, hoxhallarët arrestohen, Kuranet digjeshin. Ai nuk e ndalon thjesht fen, ai luftoi Zotin. Në të gjithë vendin, rreth 2169 objekte kulti u shkatruan. Disa u shndërruan në hambar, disa në banja publike, disa u shembën me eksploziv, kishat shekullore të Boskopojës, xhamit e Beratit, teqet Bektashiane, të gjitha u zhdukën. Ai nuk la asnjë vend për besim, por a mund të ndalosh atë që buron nga zemra? Torturat e atyre që nuk hoqën dorë nga Allahu. Burgjet ishin përplot me njerëz të zakonshëm, jo terrorist, jo armiq real, por burra dhe gra që I kishin mbetur besnik Zotit. Një plak I quajtur Hasan u arrestua sepse këshillonte të mos braktisej agjerimi. U lidh me tela dhe u la jashtë në të ftohtin e dimrit. Pastaj u zhduk. Familja nuk e morri kurrë trupin. Një grua u dënua me 10 vjet burg sepse e gjetën me një libër fetar në sirtarin e djalit. Kur doli, nuk shihte më. Një hoxh nga Dibra refuzoi të mohoj fen. I pren gjuhën. Lutja që ngrihet më lart se çdo pushtet. Profeti Muhammed a.s. ka thënë: kam frikë lutjen e të shtypurit, sepse nuk ka perde mes saj dhe Allahut. Buhariu, Muslimi. Në çdo burg, në çdo internim, në çdo qeli, njerëzit ngritën duart. Nuk kishin më avokat, nuk kishin më mbrojtje, por kishin një Zot që dëgjon. O Allah, mos na harro, dhe mos e lë këtë njeri të largohet nga kjo botë pa e provuar atë që na ka bërë neve. A mund ta dëgjosh një zë të thyer nga burgu I Spaçit? Jo, po Allahu e dëgjon dhe vendos drejtësi. Një njeri I harruar, një mallkim që e tronditi qiellin. Thuhet se në një burg të errët në Shkodër, një njeri që kishte qenë mësues I dashur në kohën e tij, para se të vdiste, lëshoi një lutje që e ka përcjell legjenda popullore. O Zot, mos ma merr shpirtin, derisa ky njeri të vdes me atë tmerr që na I shkaktoi neve, vetëm, me frikë, I lën nga të gjithë, në errësirë. Thuhet se ai ndërroi jetë, vetëm disa ditë pas funeralit. Thuhet se ai ndërroi jetë, vetëm disa ditë pas funeralit të Enverit. Fundi I fshehti një perandori e frike. Enver Hoxha vdiq më 11 prill 1985, por nuk vdiq I qetë. Burimet që nuk u transmetuan kurrë publikisht, përfshirë infermier, sigurimsat që shërbyen në shtëpinë e tij, dhe disa bashkëpunëtor të afërt, tregojnë se ditët e fundit ishin të mbushura me paranojë, frikë dhe ëndra të çuditshme. Ai thërriste emra që s'kishin qenë kurrë aty. Ai shikonte në mur dhe pëshpëriste, po më ndjekin, janë të gjithë, më presin. Çfarë thot Islami për vdekjen e shtypësve? Kur njeriu shtyp të tjerët, I merr të drejtat që Zoti ua ka dhënë, dhe Allahu ka premtuar. Mos mendo se Allahu është I pakujdesshëm ndaj asaj që bëjnë mizorët. Ai thjesht u abonon dënimin për ditën kur syt do të mbesin të ngulitur. Kur'an, Ibrahim 42. Dhe profeti Muhammed a.s. ka thënë: njeriu do të vijë në ditën e gjykimit me male me vepra të mira, por do të jenë të tjerët që ai ka shtypur, që do t'ja marrin të gjitha. Muslimi. Trupi që u ruajt nga frika e shpërbërjes,
Thuhet se pas vdekjes, trupi e Enver Hoxhës u balsamos. Shkaqet nuk dihen ende, por sipas asaj që kemi parë dhe dëgjuar, fundi zullumqarëve ka sjellë edhe një vdekje të tmerrshme, me trup të shpërbër, të shpërfytyruar dhe të nxirr. Pas tij nuk kishte më frikë, kishte vetëm heshtje. Kur vdiq, populli qau, disa nga frika, disa nga gëzimi dhe disa nga servilismi. Kur varri i tij u zhvendos, shumë e panë si çlirim. Për shumë të tjerë, ai u harrua si një makth që më në fund u zgjua. Asnjë tiran nuk mbijeton historinë. Zoti nuk harron as lotët, as gjakun. Populli i torturuar nuk kishte armë, por kishte durim, dhe Allahu i do të duruarit. Mos mendo se Zoti është i padrejtë. Ai pret, ai planifikon dhe ai ndëshkon. Kur'an, Hud 113. Në fund, pushteti i përket vetëm atij. Enveri ndërtoi bunker, u mbyll me armë, me sigurim, me propaganda, me statuja, me libra, me frikë. Por zemra nuk i duroi. Shpirti u shkërmoq. Ai që i mori jetën mira vetave, nuk mundi ta shpëtonte veten. Edhe të gjithë tiranët, kur t'i vi momenti i fundit, do thrasin: O Zot, më kthe edhe një herë. Por do t'u thuhet: jo, sepse ti kishe kohë dhe zgjodhe të jesh mizor. Kur'an, El Muminun 99:100. Mesazh për çdo zemër të lënduar. Nëse ti apo familja jote keni vuajtur pa drejtësi, nëse je trashëgimtar i një gjyshi të burgosur, një nënë të internuar, një baba i të pushkatuar, mos e harro këtë. Zoti nuk harron. Asnjë padrejtësi nuk është e përjetshme. Asnjë frikë nuk zgjat më shumë se durimi. Asnjë tiran nuk mund të fshihet nga drejtësia e tij. A ishte vdekja e Enver Hoxhës në dëshkim, apo ishte vetëm fillimi i një gjykimi më të madh? Sepse në këtë botë ka sundim, në botën tjetër ka vetëm drejtësi.